Në qarkun e Shkodrës është rikthyer murtaja e rumitantëve të vegjël pas afro një viti, duke prekur njësinë administrative Dajç. Për këtë arsye, Ministria e Bujqësisë ka nxjerrur urdhrin për vendosje në karantinë të zonës me një rrezë prej 3 deri në 10 kilometrash. Rasti i parë për këtë vit është konstatuar në fshatin Mali Gjymit. Rreth 20 krerdele të fermerit Sokol Volaj janë ngroposur, ndërsa pritet zgjësimi dhe i afro 60 krerëve të tjerë. Rasti është konfirmuar zyrtarisht prej 3 ditësh. Janë të qoftë që din, që prej kuj ka ardhë. Të s'kan mese, janë kanë 80 e sa. Për afërsisht një 62-3. I kem graposë aty me padrum. Po bat, ja, valët dit. Thonë që ka dalë shmunje, e do të azeshohen atë që thonë. Jo, as kam ble, as kam shit, as kurrisa në bët. Dele ka konti, vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Sa dëmë të në gjitha dush, po kam i jetë me ta, me shtua me i va. Dëmi i shkaktuar fermerit Volaj konsiderohet i madh, pasi llogaritet rreth 10 deri në 15 milion lekë të vjetra, ndërsa ai shpreson të dëmshpërblehet. 10 milion, 15 milion. Po i ikin cinza, i ikin berra, i iku tomële, i iku gjithë shka. Që të bëjmë ropat, në shpi. Jo. Për pa i desinfektua venin e po ashtu. Sot jam 60 vjeç, jam me probleme, jam gjithë njërit në. Që kërkaj, vetëm me kanë me dëmë të shpërblye. Kana janë me matrikull. O kam vu matrikullin, dhe me këse pa aplikoj që thanë, ta sot krejnë si i përmerë, dhe shka prej shtetit ashtu, doli s'munjë të, që me bo. Ndërkohë, administratori njësisë administrative Dajç, Broz Pjetrani, thotë se ka dyshime për raste të tjera të murtajës tek bagtitë e imta në këtë zonë, ndaj do të kryen inspektime dhe analizat përkatëse. Atëherë me marrë informacionin nga veterinerët, kena bën të mundur ardhin në vendin Mali Gjymtit, ku është edhe shfaqje dhe smunja, paktën si mas informacione ose në bazë të dyshimeve, janë marrë masa të krerët e para janë zgjësu, është marrë padroma e bashkisë, është hap një grupe e caktuar prej njësisë vendore dhe komunitetit tu, dhe është bazë zgjësimi. Është kanë hera parë edhe hera dytë, po të njëjtën tuf, kanë ndodhur disa mordje të imtave, po gjithashtu është bën edhe aty gruposja aty. Të shpresim nga institucionet përkatëse se marrjen e masave nëse është e mundshme për zgjësimin e tufës. Momentalisht është vetëm ky rast i shfaqur, por dyshime mundet të pas, se mundet të pas edhe në fshatra tjera. Jo se ka shumë, po dyshohet se mund të ketë edhe në fshatra tjera. Të shpresim konkluzionet e veterinerëve që do të bëjnë ata inspektimet e tyre. Është mase normale, në bazë të zbatimit të legjislacionit në fuqi, mendohet që kjo zonë do të kalojë në karantinë sipas procedurave ose standardeve ligjore. Përveç Dajçit, Drejtoria Rajonale e Ekstensionit Bujqësor në Shkodër ka nisur kontrollet në zona të tjera për shkak të rrezikut të përhapjes së sëmundjes. Murtaja prek kafshët, por nuk transportohet tek njerëzit. Vitin e kaluar në Shkodër u konstatuan 3 raste të tilla, duke quar në zgjësimin e bagtive të imta dhe vendosje në karantinë të zonave të prekura, sipas afateve ligjore të përcaktuara.